Prej nga keni ardhur? Unë jam marrë prej Cyrit, prej Zvicrës, për ndryshe jam nga Peja, jemi nga Peja, bashk, dhe do t'jepim motivacion Kosovës, sonte me fitore. Gjitha lojnët i kemë po mërënda dhe jashtë bashkë. Slovaki kemë qenë. Qërën nuk e ka bashkë letë Kosova, ata janë një ekip shumë e fortë. Nuk është e pa mundur. 60 me 40. Për Kosovë. Bala, për Kosovë nuk kom qef, për Kosovë, normal të Kosovë. Biletën për ndeshjen Kosovë-Turqia e keni ble? Na jem Dardanet. Dardanet, i falenderojmë Dardanet që na kanë siguru shumë. Ju duam se jemi konë Slovaki, na kanë siguru edhe këtu, se jemi gjithë tifos kudo që shkojmë. Gjithë jem me ta. Me kënë keni me qenë sonte prezent stadiumin e Fadil Vokre? Unë me dytë jem, me shokët e djalit, me shokin tem. Unë me shok nga Prizreni, nga Atmazja e Prizrenit, i përshëndesim edhe ata. Unë i përshëndes shumë shok nga Atmazja, gjithë ku jem zbashku me ta. E tash, sa mendoni që ka me përfundu rezultati për ndeshjen? Unë e thash 1-0, 1-0 s'ka dert, vesh me shku në atje në Amerika. E cili ka me jep golin i pare? Kosova! Eli jon fantastik. Ma gjallë mëre, qka ish puna kështu, duhet pak më konë ma gjallin. Cili si pas ti e kam jep golin i pare? Pas Zhegrova jem konë 2 herë me këqyr Juventus atje, po s'ka lujt i shala son të lunë. Zhegrova, I love you, keme dhon gol, me orte ashtë gjajdini këtu. 0-3 Peja. Mos të zgjënoj. Që si mos të zgjënoj. Duhet pak motivacion. Bravo. Tash qëre, kush fiton? Bravo, qfarë... Tash, na e pranojmë edhe humbjen, mirë po, ma shumë jemi për Kosovë, po. Respekt për Turqinë, për Turqinë respekt, se ko me shku në Antalya, adin që puna, adin mos po bëhet, najse. Një mesazh për krejt tifozët në brenda edhe jashtë stadiumit. Sa ma mirë me qenë, sa ma mirë me qenë. Sa ma mirë, respekt, edhe thash kush fiton, me hap dorën, ma shumë shkojmë për Kosovën, normal, mirë po edhe nëse fitojnë Turqit, japim dorën, faleminderit shumë, mi prit shumë mirë, se në Slovaki edhe gjithë ka na kanë prit shumë mirë. Gjithë se si do të fitojmë. Na mirë për presën, mirë edhe këta mirë po. Shtu që 3 pika mbesin këtu, ndryshe. Bravo! Jo, pikat nuk na vinë, rruga për kampionat botëror.